Ku janë tjerët? Pastrim ajri, disinfektim ajri, pastrim mushkrish, aerosje dhe aromatizim ajri. Me vajra special Gjerman. Po. Se të ndërplan. Super produkti që e kemi kërkuar. Edhe më shnit një frime të. Hygerta, Bia, Beni, ku janë vajzat, Sasa? E dush, specialisht një. Kjo. Aerosje ajri, aromatizimi ajrit, pastrimi mushkrive, edhe për ambient, edhe për dom gjumi. Pastrimi ambientit, që kemi kërku me pastru. Njëra furç është për pastrimin e plerave, sa do të vogla dhe të ndaja, letra, qese, plura. Njëra është për pastrimin e gjithë tyreve pikave që i kemi këshu që duhet i pastruj me leckë. Dhe me thënë, s'kemi nevoj fare për leckë më. Dhe furçat janë të bërë me qimen e deves, tha. Dhe furçat përdoren jo vetëm për dyshemen, po edhe për divanet, edhe për dollapet e kuzhinës, edhe për perdet, edhe për xhamat, edhe për merimangat, edhe për gjitha. T'ju a tregojmë vajrat? Kemi një lloj vaj special për domën e xhumit. Para se të flejmë, 15 minuta e lëshojmë, dhe pastrohet komplet ajri i domës gjumit dhe ndihmon për mushkrit, sidomos për persona që kanë probleme me frymarrjen. Ky ishte. Dhe vaj i pishës. Po. Kemi edhe vajin e limonit. Shkurta ku je? Kjo ishte për disinfektimin e ajrit. Dhe kemi edhe të mollës. Kjo ishte për aromatizim. Sidomos të kuzhina kur punojmë. Qasht. Kush do e përdore këtë, do ju atërgojmë nivelet që na shpjegoj ajo. Ja, edhe kjo është. Po. Kjo është kur pastrojmë me fshes, kjo është aromatizimi kur pastrojmë me fshes. Pra me pak fjalë, ne nuk kemi nevojë tani as për gjoker, as për fshes, as për asgjë, se kjo është gjitha në një. Po. Dhe kjo ka një filter i cili nuk ndryshon. E vetmja gjë që ndryshon është ujti. Dhe ujti e ka këtu maksimumi sa mu të mbushim. 1 deri në 2.5 litra. Dhe ujti jo pa tjetër i shishes, mundet edhe i qeshmës, jo pa tjetër i destiluar, se nuk bënte problem fare. Dërsa për gypin, në rast se ka probleme gypi, ka ndonjë ngecje, vetë makineria ka sistemin për ta pastru gypin. Që i bie nga jo anë, vetëm kalon në anën tjetër. Edhe ajo e bën vetë pastrim. Do nisim ta pastrojmë ambientin? Po, filloni. Unë kam qef ta pastroj divanin edhe kuzhinën. Kush ka qef ta pastrojmë këtë? Alba, tapetin. Po, këtë këtu poshtë. Kush do i pastroj këtë këtu poshtë? Kush ka qef? Ty ja tregoj. Hajde, Dolçe. Hajde, demonstroj javë. Hajde ta tregojmë. Ta mësojmë. Do mund ta marrësh atë të madhen? Po. Tani. Kjo e madhja ishte për plura, plera, gjërat. Do ta tregoj tjetër furçën e dytë, që është për shenjat. Njëra do pastroj plurat, njëra do pastroj shenjat, pastaj unë do marr divanet ti pastroj. Tani. Edhe për fund se është shtya gjithë plurë faskifo. Po, për fund, në fund, pasi të pastroni. Tani shifem? Këtë, vetëm e fusnim. Kaq. Ke figura nga qasht. Tani. Duhet ta gjejmë që lan vet jo. Ku është e kësaj? Duhet ta gjejmë një kështu. 700 leja, edhe 40 bëj 700. Duhet ta gjejmë një kështu, një prizë. Duhet të jetë tim brapa. Ku është priza? E dini ju ku është priza në ambient? Pa? Duhet me gjetë prizën. Ku the? Shife tha labi që është atje. Ku mbrapa? Hajde. Edhe shisa praktike, është si karocat. Vajt mu. Urdër. E kemi arrit limitin. Kjo tha që litari është 7 metra, jo më shumë. Tani, vetëm të kjo për para, jo të kjo mbrapa. Kjo mbrapa është për pastrimin e gypit. Tani, e shtyp këtë, dhe ajo tha që ka 5 nivele. Niveli 5 përdoret për tapetet e trasha, dhe na sugjeroj që për ambientin ton, maksimumi i nivelit 2. Njëshi është kjo, dhe dyshi është kjo, kaq. Tani, vazhdon edhe pastron. E shtyp atë.
Ku të duash ti? Gjitha do I marrim. Po përdi kur janë nisë me dhomë gjumi. A do nisi me dom gjumi? Ja, po e fiku. Shkem të doma gjumit. Mera atë dhe të rriq me atë, se I ka rotat. Ja. Hajde. Po du të me pas një që e mbledh këtë. Këtë. Du të me pas një pikë që e mbledh këtë. Cilën? Këtë. Jo, s'ka gjëse, e tërhiq prap kjo, po e mbaj unë dorë. Vetëm e tërhiq edhe ti. Hajde. Gira, bambino, piccoletto, gira, vieni. Tërhiqem atë. Po, shisa mirë. Oj, lulije. Alba që arush jo sri që e di ty, ta shkën me dënë të Me fshi, strojmës. Qyrni shoqe, qa ka lindur nona, o, qyrni shoqe. Dhe kjo e ka emrin Ritello kompania. Ritello e ka emrin. Po. Qyrni shoqe, qa ka lindur nona, o, ky Ritello, o ma I mirin bote, o këto që... Ku është ajo tjetra? Priz duhet ketë këtu. Po s'po e gjem prizën. Beni, a ke pa priz? Ku është priza? Këtu duhet ketë pa tjetër. Po pra, dhe fshim edhe ma të fuqën tjetër, për këta atë pistat. Po këtu s'pas ka priz. Si me ja bone këtu? Mos ketë këtu ndoshta? Dolce, të lutem kontrolloj mikrofonin. Si me ja bo që s'ka këtu priz? Mos ketë aty për jashta? Do të me po. Shtat, nuk ka priz këtu. Hajde bre, mu s'ka që tu na I ka? Po, hajde ta gjem. Ku është? Se arrim dot. Jo. Vetëm me I kërku vllajt madh një fish tjetër, e di nga ata bardat zjatusit? T'ja kërkojmë tani. Ja kërkon dot ti Beni? Mas miri. Pamela, si jeti? Pyete një vllajt madh ti rishte dera t'ja kërkosh. Po mos përton. Vllaj madha ka mundësi edhe një... Na duhet një gjatues. Gata, 2 fazor, 3 fazor që janë. Që po shkoj. Munges ka. Okej, Beni, Ka për vazhdus. kur rrinte derat, shohin kamerat e ta hapin derën, që ta bësh kërkesën. Okej. Ndërkohë, derisa ta bëj Beni kërkesën, më mirë po shkem të ambienti atje. Po e thash kur po ju se po dëgjoni.